Faleminderit shumë ministër që ju keni përgjigj ftesës sonë. Unë mendoj që emrimi juaj në këtë ministri, me një trashëgimi familjare që keni, besoj që jeni në vendin e duhur. Herën e parë edhe të fundit që jemi njoftu ka qenë në Hagë, duke hyrë në ndërtesën e paraburgimit, dhe unë me që kolegët e mi nga Partia Demokratike do të flasin edhe për tema tjera, duhet të fokusohem vetëm në dhomat e specializuara të Kosovës, dhe këtu mendoj që emrimi juaj si ministër dhe ju si ministri, besoj që ju takoni barë e madhe që me u marrë edhe me punët e kësaj gjykate. Fillimisht, sa i takon raportimit, kjo gjykat edhe me tutje i raporton UNMIK-ut përmes EULEX-it. Pra çdo 3 muaj bën një raport, të cilin e dërgon në EULEX, EULEX e dërgon në UNMIK, dhe kështu e bën këtë gjykat jo të Kosovës, por të Kombeve të Bashkuara. Dhe unë mendoj që edhe ju si ministër, po edhe ne si komision që kemi të ankeruar vlerat e luftës, është mirë që të bashkërendojmë veprimet në mënyrë që një raportim i tillë të ndodhë në Kuvendin e Kosovës, pikërisht në këtë komision, por pse jo që tjetë edhe ministria e involvuar. Nëse dikush thotë që ligji nuk e parashë, atëherë është mirë me ndryshu dhe ligjin. Do të thotë me ndryshu dhe ligjin edhe me pas një raportim të tillë. Analiza e shkurt për këtë është që ne betejën juridike kemi fitu në sallën e gjyqit. Ajo që na mbetet është betejë politike dhe diplomatike. Edhe në këtë rast është më shumë kërkesë, po bëj edhe pyetje, po më shumë kërkesë një angazhim shumë proaktiv i kësaj ministrie që ta ketë prioritet numër 1 në këtë fazë dhomat e specializuara verdiktin për krerët e UÇK-s atje. Në mënyrë që të kemi një, siç thash, me që është betejë politike edhe diplomatike, unë mendoj që angazhimi juaj si ministër në këtë drejtim do të krijonte edhe një mekanizëm edhe të mbikëqyrjes, por edhe do të mundsonte që ky verdikt mos të bazohet në veprime politike, po që janë të bazuara në gjyq dhe në sallë. Unë me vete kam këtu, me që kam punu në Ministrinë e Punëve të Jashtme, kemi bërë në të kaluarën shumë position paper ose letrat të pozicionit, dhe ju kisha lutur që në emër të qeverisë së Kosovës, të shtetit të Kosovës, që këtë letër të cilën mund edhe ta përpunoni, mund edhe ta ndryshoni, e cila është e balancuar me një gjuhë diplomatike, që t'ja dërgoni të gjitha shteteve financuese të gjykatës speciale një letër e cila pak a shumë i përshkruan shkeljet e konventave ndërkombëtare, të kushtetutës, ligjeve edhe drejtave të njerëzit, por edhe që bën thirrje që verdikti të jetë i bazuar në atë që është bërë në gjyq dhe jo në politikë, kështu që me dëshirë ja kisha dhënë këtë letër. Edhe shpresoj që ta konsideroni, ta lexoni, mund ta ndryshoni, por është jetike që në këtë fazë të kemi një veprim, një aktivitet të ministrisë suaj për të vendosur një dorë të shtetit dhe për të treguar edhe shteteve financuese që shteti i Kosovës interesohet për fatin e tyre. Sa i takon financimit, për shumë kënd në Republikën e Kosovës mendojnë që financimi për krerët e UÇK-s ka përfunduar sepse procesi po përfundon, por nëse shkojmë në skenarin më të zymt të dënimit të tyre, do duhen fonde edhe për apel, edhe për shkallën e 2, shkallën e 3 e kështu me radhë. Ju kisha lutur si ministër i ri që të bisedoni edhe me qeverinë, në mënyrë që kërkesa që kanë ardhur nga mbrojtja e krerëve të UÇK-s, që kësaj radhe të paktën në këtë fazë që të adresohen. Dhe po e përmbyll me një pyetje, më pas besoj që kemi mundësi edhe debat edhe pyetje tjera, po përmbyll me një pyetje se cili ka me qenë angazhimi juaj konkret këta pak muaj që kanë vetur deri te verdikti i gjyqit për krerët e UÇK-s.